Policia ka ndarë detaje lidhur me operacionin në fshatin Orosh që zgjati 12 orë. Gjatë operacionit u arrestuan në flagrancë Erzenuka, 35 vjeç, lindur në Gjorm Kurbin, i dënuar për veprën penale nxitje e urrëties dhe grindjeve. Julian Cumaraku, 34 vjeç, lindur në Puk, i dënuar për veprat penale, vjedhje dhe kanosje. Ditën e hënë, rreth orës 9 të mëngjesit, shërbimet e komisariatit të policisë Puk, gjatë kontrollit të territorit në fshatin Orosh, fusharës kanë konstatuar një person i cili sapo ka parë shërbimet e policisë, është larguar me shpejtësi duke u futur në një banesë të braktisur pronë e shtetasit PC. Shërbimet e policisë i kanë bërë thirrje që të dilte nga banesa, por personi nuk i është bindur thirrjes dhe ka kërcënuar punonjësit e policisë. Në vendngjarje shkuan forcat speciale Renea, të cilat morën në kontroll perimetrin e jashtëm të banesës, ndërsa kur bën thirrje për dorëzim nga brenda u qellua me armë zjarri. Pas 12 orësh në rrethim, kur Renea u bëri thirrje të vazhdueshme për të dorëzuar, pa mundësisë për të larguar nga rrethimi dhe pas negociatave me të afërmit e tyre, të cilët luajtën një rol të rëndësishëm në finalizimin e operacionit, pa përdorur forcë dhe pa shkaktuar dëmtime, të dy personat që ndodheshin në brendësi të banesës u dorëzuan. Në momentin e vetë dorëzimit, shtetasi Erzenuka kishte një dëmtim në kofshën e djathtë dhe menjëherë është transportuar në ambulancë për në spitalin rajonal Shkodër jashtë rrezikut për jetën. Gjatë kontrollit të banesës janë sekuestruar në cilësinë e provave materiale 4 armë zjarri automatike dhe një armë zjarri pistolet, një flamur i organizatës terroriste Shteti Islamik, i vendosur në faqen e murit ndërmjet armëve të lartë përmendura, 17 copë granata dore difensive, municion luftarak, kapsolla detonatore elektrike për shpërthimin e lëndëve eksplozive, fitil zjarr përcjellës që përdoret për shpërthimin e lëndëve plasëse, 2 gëzhoja. Mësohet se Cumraku dhe Uka ishin prej kohësh në vëzhgimin e antiterrorit, teksa Erzenuka, një ish pjesëtar i forcave paqëruajtëse të Shqipërisë në Irak, ishte dënuar me 3 vite heqje lirie në akuzën e urrëties fetare. Në vitin 2015, Uka u arrestua si i dyshuar për përgatitjen e fëmijëve dhe të rinjve për të bashkuar me ISIS.